Jemi rikthyer, jemi në minutat e fundit të emisionit dhe do të ndalemi tek 12 shenjat e zodiakut. Çfarë thon yjet, planetet, sipas përkthimit që Paulo Fox i bën për 12 shenjat nga Dashi tek Peshqit. Ne do ta shohim secilën, do të duam patjetër dhe do të dëshirojmë që të keni më të mirën e mundshme, por se të shohim mbetet për të parë. Kështu që nisim menjëherë me shenjën e Dashit. Në planin profesional, priten zhvillime pozitive që mund t'ju japin më shumë besim për të ardhmen. Një çështje e cila ka mbetur pezu mund të marrë zgjidhje gjatë këtyre ditëve dhe ndërkohë nga ana tjetër financat do të paraqiten të shndrueshme, por është e mira që të shmangni shpenzimet impulsive. Ato nuk ju çojnë as gjikundi, përkundrazi ju prishin shumë punë dhe ju dëmtojnë në një lloj forme të gjithë punën tuaj sa i përket menaxhimit të financave, diçka me cilën mund të jeni përballur prej kohësh. Shkojmë ndërkohë mëtej tek Demi, shenja e radhës e horoskopit. Këmbgulja dhe përkushtimi në punë do të vlerësohen. E nisim me lajme të mira për shenjën e Demit. Mund të lind një mundësi e re për të rritur të ardhurat apo për të zgjeruar aktivitetin tuaj. Menaxhimi i kujdesshëm i buxhetit mbetet çelësi i suksesit për këtë shenjë të horoskopit. Shkojmë tek binjakët. Komunikimi luan rol vendimtar në marrëdhëniet profesionale, ama ke kujdes me keqkuptimet dhe me premtimet që ndoshta janë shumë të mëdha për të mbajtur. Mbase është më mirë të shndrosh me këmbë në tokë, të marrësh kohën tënde, të analizosh sa të realizueshme janë të gjitha përpara se të premtosh diçka, përpara se të japësh fjalën për diçka. Duhet në këtë pikë të jeni shumë të vëmendshëm me veprimet që ju bëni, sepse gjithçka mund të jetë një arsye për të sjellë keqkuptim. Ndërkohë që sa i përket aspektit financiar, preferohen lëvizjet e sigurta. Nuk është kjo koha për të ndërmarrë risje të tepërta për të cilat nuk jeni as të bindur. Shkojmë tek shenja e radhës, jemi tek Aforia. Bashkëpunimet dhe puna në grup mund të japin rezultate të mira. Është një ditë e favorshme për të diskutuar projekte të reja ose për të kërkuar mbështetje profesionale. Financat mbeten nën kontroll, por gjithmonë do të patur parasysh që duhet të kontrolloni shpenzimet e panevojshme. Nëse nuk përhapeni në shumë gjëra njëkohësisht, atëherë po do të keni mundësi të menaxhoni në mënyrë të kujdesshme parat tuaja dhe të arrini të kohni sukses të mëtejshëm. Në rast se të gjithën këtë e harroni dhe nuk e bëni në praktik, atëherë do duhet të riktheni edhe një herë nga e para qëllimeve tuaja. Shkojmë nga Aforia tek shenja e Luanit. Sa i përket Luanit, si çdo ditë tjetër, është ambicia ajo e cila e shoqëron në punën e tij të përditshme, në përditshmërinë e tij. Ambicia dhe vendosmëria janë ato të cilat në fakt ju duhen domosdoshmë, sepse pa to nuk mund të jeni në qendër të vëmendjes në punë. Është forma juaj se si bëheni të dukshëm në ambientin e punës. Mund të merrni vlerësime ose sinjale pozitive për një avancim të mundshëm. Gjendja ekonomike do të tregoj shenja përmirësimi gradual, jo të menjëhershëm, jo diçka e cila do t'ju shpëtoj nga barra juaj ekonomike, por është si dhe qoftë një shumë parash ose një rritje graduale të ardhurave që do t'ju bëjë të ndiheni më mirë dhe e keni pasur të nevojshme në këtë kohë të gjithën këto lëvizje. Dhe vijojmë nga Luani tek Virgjëresha. Organizimi dhe vëmendja ndaj detajeve do t'ju ndihmojnë që të përfundoni me sukses detyrat të rëndësishme. Disa vonesa të mëparshme mund të zhbllokohen, ndërkohë që financat do të kërkojnë maturi, por si dhe qoftë e rëndësishme është të thuhet se perspektiva është pozitive.
Jemi tashmë tek peshorja, sa i përket shenjës së peshores në ambientin e punës, nevojitet diplomaci për të shmangur tensionet. Sepse dikush duhet të ndryshoj qasjen. Nëse situata është e tensionuar, dikush duhet jetë aty për të menaxhuar edhe për ta qetësuar plotësisht. Fokusohuni tek objektivat afatgjata dhe e mirave është që të mos përfshiheni në debate të panevojshme. Financat mbeten të shndrueshme fal menaxhimit të kujdesshëm. Kjo për peshoren, shkojmë tek akrepi. Intuita ju ndihmon që të dalloni mundësi të mira profesionale. Një bashkëpunim ose kontakt i ri mund të hapë dyer interesante për të ardhmen tuaj. Në aspektin ekonomik tregoni të kujdesshëm me investimet. Kjo sa i përket shenjës së akrepit, shkojmë tek shigjetarit tashmë. Energjia dhe optimizmi ju ndihmojnë që të ecni përpara me projektet tuaja, mund të shfaqen mundësi përfitime shtesë ose zgjerim të aktivitetit profesional. Është një moment i mirë për të planifikuar hapat e ardhshëm. Kjo sa i përket shenjës së shigjetarit, ndërkohë që do të shkojmë më tej tek Bricjapi, punëtorët e horoskopit si quajnë ndryshe, dhe siç e meritojnë plotësisht sepse janë punëtorë, atë që e kanë dhe nuk kemi të shtemi. Durimi dhe disiplina do t'japin rezultatet e pritshme për shenjën e Bricjapit, edhe pse ritmi mund të duket i ngadalë, progresi është i sigurt. Financat kërkojnë kontroll të shpenzimeve dhe planifikim afatgjate. Dim që shigjetarin dikush nga regjia e ka pikë të dobët, po është momenti të kalojmë te Bricjapi dhe nga Bricjapi tek Ujori. Idetë inovative mund të tërheqin vëmendjen e prorëve ose partnerëve, jemi tek Ujori tashmë. Një ofertë apo propozim i ri duhet analizuar me kujdes para se të merret vendimi përfundimtar. Financat paraqiten të qëndrueshme. Kjo ishte sa i përket shenjës së Ujorit, ndërkohë që jemi në përfundim tashmë tek Peshqit. Ndalemi tek Peshqit. Krimtaria dhe intuita ju japin avantazh në çështjet profesionale. Projektet e nisura së fundmi mund të sjellin rezultate inkurajuese. Në planin financiar shmangni rreziqet dhe fokusohuni tek stabiliteti. Dhe me Peshqit kemi përfunduar me shenjat e horoskopit, me parashikimin për ditën e sotme. Megjithatë, ju mos harroni që në fundit jeni ju që e bëni ditën dhe jo dita që ju bën ju, kështu që rëndësi ka si është horoskopi dhe si është moti. E rëndësishme është që ju të punoni për të ndjerë pak më mirë.